Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i shtunë 27 shtator 2025. Dashi. Ditë pak e nënshtruar. Kushtojini vëmendje kontakteve me ata që doni, thirrjeve nga jashtë, edhe nga të huaj. Demi. Kënaqësia në dashuri, por ka disa dyshime. Në këtë ditë do t'ju duhet të argëtoheni. Binjakët. Thjesht e lehtë në këtë ditë të ndjeheni pak të shpërndar, asgjë serioze, si zakonisht ka shumë gjëra për të bërë dhe nuk keni kohë të mendoni. Jepini trupit tuaj pak pushim. Gaforja. Një situatë e përparësisë së qartë që çifte më të forta mund të bëjnë plane afatgjata. Të ardhura shtesë të mundshme. Luani. Gjëja më e mirë për të bërë do të ishte të largohesh nga situatat dhe njerëzit që të bëjnë nervoz dhe të shtyjnë projekte të reja. Në dashuri ose në familje nuk mungojnë diskutimet, ju jeni shumë i bezdisur. Virgjëresha. Nervozizmi, edhe nëse e doni dik mund të gërhitni kur ai flet ose ndihet i shpërfillur. Ju nuk e dini se kujt t'i besoni kohët e fundit. Peshorja. Nëse udhëtoni është më mirë, projekte të rëndësishme për çifte që e duan njëri tjetrin. Situatë e mirë për ata që kërkojnë pëlqime, lehtësira. Akrepi. E verido herë më pas ju jeni viktimë e momenteve të melankolisë së butë, të lodhjes. Disa diskutime familjare. Shigjetari. Ndërsa mëngjesi i nënshtrohet një stresi, pasdite shërohet në një mënyrë të këndshme. Zemrat e vetmuara dhe të ndara zën. Është e qartë se kjo varet shumë nga aftësia juaj për veprim dhe vullneti personal. Briqapi. Një ditë për t'u shënuar në kalendarin tuaj sepse ka aftësinë t'i jap jetës tuaj një forcë dhe aftësi të pazakontë për veprim. Lidhje të reja në miqësi, të kënaqshme nga pikpamja mendore dhe ideale, takime të reja të preferuara. Ujori. Në trupin tuaj patjetër që keni një forcë shtesë se sa në të kaluarën, mos nënvlerësoni propozimet e reja të dashurisë. Mos harroni se ju jeni dhe do të jeni gjithmonë fitues. Peshqit. Megjithse jeni një njeri shumë aktiv, dinamik dhe ndërmarrës, mund të nervozoheni gjatë orëve të ardhshme, disa bezdi më shumë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.